Xhamatin e Rum, jena në ditët e fundit të muajit Shaaban, muaji I cili I paraprin muajit të Ramazanit, I cili për nga ana simbolike ka një rëndësi të veçantë. E ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që këtë muajve e agjëru sa më shumë, në mënyrë që më u parapërgatit për muajin e Ramazanit. Muaji Ramazanit është një mik të cilin kena një kohë të gjatë që na jena duke e prit. Të parët tanë të devotshëm bashin dua 6 muaj para Ramazanit që Allahu Azza wa Jalla më baris me zajën Ramazanit. Edhe 6 muaj mrapa e lutin Allahun subhanahu wa ta'ala që më ia pranu veprat e mia që kanë bërë gjatë Ramazanit. Muaji Ramazanit është si puna e mikut, se secili prej nesh ka njerëz, të cilët ndoshta nuk I ka afër, I ka larg. Edhe presin në një datë të caktuar që më I ardh ai person. Ndërkohë që fillojnë edhe përgatitjet për mikpritjen e atij robi. Ndërkohë që na muajin e Ramazanit të presim duke rregulluar zemrën tonë, duke u parapërgatitur që këtë muaj të bekat ta presim duke rrit devotshmërinë kundrejt Allahut Azza wa Jall, në mënyrë që zemra jonë t'i shtojë veprat e mira edhe gjymtyrët tona të cilësohen me vepra të cilat e kënaqin Allahun subhanahu wa ta'ala. Ky muaj mbart në vetvete mirësi të shumta, begati të shumta, në të ka falje të gjunaheve, në të ka ngritje të gradave dhe shpëtim nga zjarri I xhehenamit dhe fuqje në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj çdo musliman duhet me u përgatit, me rregullu qëllimin e tij, edhe aspiratat e tij që me bëj sa më tepër vepra të mira në muajin e Ramazanit që është duke në ardhur. Allah subhanahu wa ta'ala në vitin e 2 të hijretit pas emigrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam zbriti ajetin kuranor duke thënë: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar agjërimi ju është bëju obligim ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para jush, në mënyrë që ju të bëheni më të devotshëm. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke parë rëndësinë e madhe të këtij muaji I përgëzonte shokët e tij për këtë muaj, duke I thënë: në natën e parë të Ramazanit hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit. Po ashtu shejtani prangosen një thirrës rreth në çdo natë të këtij muaji: ya baghil khairi aqbil. O ti që kërkon mirësinë afrohu, o ya baghil sharri aqsir, edhe ti që kërkon të keqen ndalu. E Allahu I lartësuar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në çdo natë të këtij muaji I shpëton, I liron disa prej krijesave të tij nga zjarri I xhehenamit. Mbrritja e këtij muaji të begat në vlerë mashtore duhet me zgjudë muslimani I ndjenjën e pendimit, e kthimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Secili prej nesh është gabimtar. Ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Secili njeri është gabimtar dhe gabimtari më I mirë është ai I cili kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala me pendim. Dy të rinj që kishin hyrë në Islam, prishta që kishin hyrë së fundmi në Islam, edhe njëri prej tyre ishte I devotshëm më shumë se ky tjetri, edhe bëte vepra të mira më shumë se ky tjetri, edhe vdiq në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse ky tjetri jetoi edhe një vit, edhe vdiq. I shef në ëndër ky sahabiu, edhe shef që hyn në xhenet ky I fundit, ky që jetoi edhe një vit më rapa. I jepet lajm në xhenet para këtij tjetrit. Edhe e pyet për shpjegimin e kësaj ane profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: ndër të tjera, a nuk fali kaq namaze, edhe a nuk lexoni ai person Ramazanin, pra duke I shpjeguar arsyeën pse ky person hyri në xhenetin e Allahut azza wa jall para këtij tjetër. E kjo është vlera e përkujdesjes në veprat e mira në muajin e Ramazanit. Ramazani është një sezon I begat ku secili pra duhet me kushtu rëndësi veprave të mira duke një vlerën e këtij muaji. Në çështjet e dynjas, tregtarët e kësaj bote nxitojnë me arrit lloj-lloj fitimesh të shumta në sezonin e tregtisë.
E sezoni i tregtisë së muajit Ramazanit nuk është me e rrit pasurinë, përse është me e përmirësua të relatën tonë me Allahun Azza wa Jall me krijuesin e gjithësisë. Sekreti i këtij adhurimit, pra i adhurimit të agjërimit në krahasim me adhurimet e tjera. Sekreti i tij është ndryshimi i sjelljes tonë. Ndikimi i tij në sjelljen tonë, në gjymtyrën tonë, në raport në zemrën tonë apo më vonë në gjymtyrën tonë. Agjërimi siç janë edhe adhurimet e tjera, agjërimi nuk është synim në vetvete. Synimi i tij kryesor është ashtu siç e përshkruan Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, ku thotë la'allakum tattaqun. Në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra qëllimi pse Allahu Azza wa Jalla na urdhon ne me agjëru, është që më ndryshu në fillim raportin me të, duke pastruar shpirtin tonë. E për këtë shkak, agjërimi e çon sinqeritetin tonë në nivelet më të larta, duke dalluar Allahu Azza wa Jalla këtë vepër prej veprave të tjera, ashtu siç na tregon në një hadith qudsi, thotë Allahu Azza wa Jalla: "Kullu 'amali ibni Adam lah", secila vepër e njeriu është për të. "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi", përveç agjërimit. Ai është për mua, pra i veçantë për mua edhe unë shpërblej për të. Përndryshe, nëse agjërimi zhveshet prej këtyre vlerave dalluese, atëherë bëhet i padobishëm. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ka për atyre agjëruesve të cilët nuk kanë asnjë hise prej agjërimit të tyre vetëm se urinë. E po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na thotë: "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i largohet gënjeshtrave, fjalëve të ulta dhe punimit me këto gjëra, Allahu Azza wa Jalla nuk është i nevojshëm që ai me heqë dorë për ushqimit të tij dhe pirjes. Po ashtu, siç thamë, Ramazani dëllon edhe në shpërblime. Dëllon edhe në shpërblime, sepse vendet edhe kohët e ndryshme bëjnë që veprat me dallu. Vepra e mirë në një vend të caktuar të mirë ka vlera më të larta. Edhe në një kohë të caktuar, siç është muaji i Ramazanit, ka vlera edhe më të larta. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani, ka filluar zbritja e librit të mëndueshëm të Kur'anit, librit famlar, librit të Allahut Azza wa Jall, siç thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani, është udhërrëfys për njerëzit plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë edhe dallues i të mirës nga e keqja. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon duke thënë: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai i cili e agjeron muajin e Ramazan duke llogaritur shpërblimin e Allahut Azza wa Jalla dhe duke besuar tek ai i falet gjunahet e mëparshme. Po ashtu duhet të dina që agjërimi edhe Kur'ani ndërmjetësojnë për muslimanin tek Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit. Siç na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit. Agjërimi thotë: "O Zot, ne kam ndaluar nga ushqimi dhe epshi gjatë ditës, prandaj më bën mua ndërmjetësues për të", ndërsa Kur'ani thotë: "Unë kam ndaluar nga gjumi gjatë natës, prandaj më bën ndërmjetësues për të." Po ashtu agjërimi është mburoj. Është mburoj prej të këqijave në këtë botë dhe po ashtu në botën tjetër. Na thot profeti sallallahu alaihi wasallam, agjërimi është mburoj, është mbrojtje. Prandaj kur të jetë ndonjëri për ju agjërueshëm, mos flasi fjalë të ulta, edhe mos të tregoj ignorancë nëse njëri e cenon apo e thyn dhe të thotë unë jam agjërueshëm. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jam era e gojës së agjëruesit, është më mirë tek Allahu Azza wa Jalla se sa era e miskut. Po ashtu prej veprave të dalluara që bëhet në muajin e Ramazanit është edhe namazi i teravive. Namazi i natës, namazi i teravive. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai cili e fal namazin e teravive, falet natën gjatë Ramazanit, duke besuar Allahun Azza wa Jalla, duke shpresuar në shpërblimin e tij, falen gjunahet e mëparshme. Po ashtu thot ai cili falet me imamin derisa të largohet imami, i shkruhet atij sikur të jetë fal të gjithë natën. Përmendme se Ramazani është muaji kur ka zbrit Kur'ani, kur ka filluar zbritja e Kur'anit.
Kurani është libri i Allahut subhanahu wa ta'ala që na duhet me kushtu rëndësi jo vetëm në Ramazan normalisht, kurse në Ramazan ka ata pozitën e të veçantë. Çdo gjë kur e blejmë, aja ka një manual përdorimi, kurse manuali i jetës së muslimanit gjenden në librin e Allahut azza wa jalla. Duke filluar prej te aja deri te xhenem, nga fillimi deri te fundi. Aja është manuali se si e jeton jetën muslimani. Thonë Aisha radiallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që morali i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani. Ai ishte një Kurani i cili ecte mbi tokë. E ashtu duhet me kanë muslimani duke pasu profetit sallallahu alaihi wasallam në të gjithë jetën e vet. Ky manual duhet mos miri të praktikohet në muajin e Ramazanit, në këtë muaj i cili është si një muaj provimit për ne, në mënyrë që të mësohena në këtë muaj e ashtu të jetojmë të gjithë pjesën tjetër të vitit. Pikërisht në këtë muaj ka filluar zbritja e këtij libri të mëdhenshëm Kur'anit, librit të Allahut azza wa jalla. Libër të cilin na në këtë muaj duhet me lexu. Me lexu edhe jo vetëm me lexu, me kuptu dhe me meditu në atë çka na lexojmë në mënyrë që me na bë dobi në zemrën tonë edhe më shfaq rezultatet e këtyre dobive edhe në gjymtyr tona me shpëtu në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra, për të përfituar sa më shumë për bereqetit të këtij muajit, ne na duhet me i kushtu një përkushtim të veçantë librit të Allahut azza wa jalla. Nëse bashkohen këto dy adhurime, agjërimi së bashku me Kur'anin, ato japin efekt tepër të rëndësishëm në jetën e muslimanit gjatë Ramazanit, sepse muslimani gjatë ditës ka me pas një knatësi dhe freski në shpirtin e tij, gjatë që bëhet shkak që me rritë besimin e tij tek Allahu azza wa jall, sepse siç e dina, imani shtohet edhe paksohet. Shtohet me bindjen e Allahut azza wa jall dhe ulet me kundërshtimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu thamë që në muajin e Ramazanit hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam na thotë që kur të hyjë muaji i Ramazanit hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenamit edhe prangosen shejtanët. Në këtë muaj, po ashtu, gjendet një natë e cila është më e mirë se sa 83 vite e më shumë se aq. Është nata e 4. Natë e cila është e veçantë për umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. E për këtë gjë nuk ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, në këtë muaj gjendet nata e 4 e cila është më e mirë se një muaj, kush privohet nga kjo e mirë me të vërtetë që aja është i privom. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pra, adhurimi i agjërimit ka dobi mallore të shumta, i përmendim edhe një herë shkurtimisht, thamë që agjërimi është puna më e veçantë e cila bëhet për Allahun azza wa jalla. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë që Allahu azza wa jalla ka thënë çdo punë e njeriu ta shpërthen me përjashtim të agjërimit, ajo është për mua, është për blej për te. Imam Kurtobiu ka thënë në lidhje me këtë gjë, ka thënë gjitha punët duken pra shifen, ndërsa agjërimi është një vepër që nuk duket, nuk vjen në sytë e njerëzve, prandaj edhe Allahu e ka quajtur të veçantë për të. Shpërblimin e agjëruesit Allahu azza wa jall nuk e llogarit, i jep shpërblim pa llogari. Agjëruesi ka dy gëzime, siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam ku thotë lis-saimi farhatan. Ai që agjëron ka dy gëzime, farhatun hina yafṭir. Gëzimin e parë ka kur e çel luftari. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, edhe gëzimin e dytë ka kur e takon Allahun azza wa jalla në ditën e gjykimit duke pa shpërblimin që ka përgatitur Allahu azza wa jalla për atë njeriu. Po ashtu përmend në hadithin profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili na tregon që Allahu e don, e pëlqen erën e gojës së agjëruesit, pa çka se ajo mund ketë një farë lloj ere nga që nuk kanton ditën, e ka një lloj ere që të pakëndshme në mes të njerëzve. Agjëruesit po ashtu kanë një derë të veçantë për ku kanë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Është një derë e cila quhet Rayyan. Dera Rayyan nga ku hyn vetëm agjëruesit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në xhenet ka një derë që quhet Rayyan. Futen nëpërmjet saj agjëruesi ditën e gjykimit dhe nuk futet askush tjetër përveç tyre. Atë ditë kanë u thënë ejna as-saimun, ku janë agjëruesit.
ato do të futen nëpërmjet kësaj dere dhe pasi të futen i fundit do të mbyllet edhe askush nuk ka fut më përmes kësaj dere. Thamë po ashtu që agjërimi është mburoj. Është mburoj që mos merran në harame dhe në caqet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe po ashtu është mburoj për njeriu në ditën e gjykimit. Ky muaj, agjërimi i këtij muaji po ashtu duhet me di që është shtyllë për shtyllat e Islamit, ku na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fatbuni al-islamu ala khams, është ndërtu Islami mbi të shtylla, edhe ndërto përmendi edhe agjërimin e muajit të Ramazanit. Ramazani thamë që është muaji i Kur'anit që duhet të kushtojë rëndësi secili prej nesh, po ashtu hapen dyrët e xhenetit, mbyllen dyrët e xhenemit, edhe lidhen edhe pranguesen shejtan. Agjërimi i Ramazanit po ashtu edhe me namazin e taravive, është shkak për me u fal gjinohet e muslimanit dhe çdo ditë edhe çdo natë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Ramazan çliron njerëz nga robëria e zjarrit dhe ju siguron një dua të pranuar. Siç ta tregon profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa layla. Allahu çdo ditë e natë gjatë Ramazanit çliron njerëz nga robëria, pra nga robëria e zjarrit. Wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajaba. Edhe çdo musliman ka një dua të pranuar çdo ditë dhe çdo natë. Lutim Allahun azza wa jalla që me mrit Ramazanin dhe me përfitu prej veprave të mira në të dhe me na i pranua ato vepra dhe me dalë faqe bardhë me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala.